Përshëndetje Shqipëri edhe shqiptarë. Video 2, vazhdimi i videos të parë për të dëgjuar energjinë e Shqipërisë në vitin 2026, parashikimin dhe çfarë do bëhet për ne shqiptarët dhe Shqipërinë në këtë vit. Dëgjoni që këtu e tutje çfarë do bëhet çdo muaj me pak fjalë për Shqipërinë dhe të jemi të përgatitur. Si që thash në videon e parë, viti 2026, Shqipëria ka ardhur të bëjë mbyllje të cikleve të vjetra, karmave dhe të marrë përgjegjësinë e vetes. Mos pres të bëhet shpëtimtar të tjerët, por të bëhet shpëtimtar i vetes të saj, sepse Shqipëria është një vend shumë i fuqishëm, me një portë zgjimi si vjet në 2026 dhe është në gjendje të bëjë gjithçka vetë. Në këtë vit 2026 do mbyllen marrëveshje të ndryshme dhe të vjetra, gjithashtu do ketë kthimin e toka, te gjuha, te rënjët, akoma dhe shumë shqiptarë që janë në vende të tjera do fillojnë të shkojnë në Shqipëri. Është viti që do punohet më tepër, pa fjalë, me pak fjalë dhe të bëhen shumë vepra. Do punohet me ndershmëri dhe jo me frikë dhe me mashtrime dhe manipulim. Do kemi më shumë ndërgjegje dhe jo varësi, më shumë mirësi dhe bollek se sa mjerim dhe viktimizëm. Në këtë vit 2026, sikush që do shkoj me të vërtetën dhe të qëndroj në qendër të tij, do ndihmohet nga Zoti dhe nga universi. Ata që do kundërshtojnë dhe do rezistojnë në ndryshim, ata thjesht do lodhen derisa të arrijnë të kuptojnë pse kanë ardhur, çfarë erdhën të bëjnë këtu në tokë. Shqipëria është një vend që ka mbajtur shumë dhe shpeshherë më shumë se sa duhej, ka patur varfëri, humbje, sakrifica, dhimbje, mjerim, por viti 2026 është viti që është për të gjithë ne një thirrje kombëtare, një thirrje pjekurie të ndërgjegjshme për të ardhur një drejtësi reale për të gjithë ne dhe Shqipërinë. Në këtë vit do dalin në sipërfaqe padrejtësitë dhe do bëhen zgjidhje të ndryshme. Çdo gjë që del në sipërfaqe do të zgjidhet. Çdo gjë që kishte lidhje me sakrificën e përjetshme do mbaroj. Çdo gjë që nuk na linte të jetonim do mbaroj. Mungesa e besimit tek njëri tjetri do mbyllet si kjo do shfaqet shpeshherë në këtë vit gjatë këtyre muajve si tension kolektiv, tension social, lodhje kolektive. Do ketë zemërim të heshtur nga njerëzit, por kjo nuk është fundi, por është pastrimi për të shkuar drejt lirisë dhe drejt të vërtetës dhe zgjimit të gjithë kolektivit. Në vitin 2026, gratë do luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Ato do jenë mbartëse të dritës dhe të shërimit. Do ndalojnë të jenë ato nënat që heshtin dhe që mbanin vetëm plagët dhe të qëndronin në viktimizëm. Ato do bëhen shruese dhe mbartëse të dritës. Gjithashtu, brezi i ri do t'i kërkohet të qëndrojnë në identitetin e tij, të qëndrojnë në Shqipëri dhe të gjejë mënyra të reja jetese për të bërë Shqipërinë dhe vendin akoma më të bukur. Një mesazh për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nëse dëshironi që të bëhet lidhja e shpirtit ton me shpirtin e tokës shqiptare, mbani 28 sekonda heshtje për nder të tokës shqiptare që ka kaluar gjithë të plagë, gjithë të vojtje, gjithë të gjak që është derdhur për këtë Shqipëri, për gjithë të sakrifica. Dhe mbas kësaj heshtje, merrni frymfell dhe lironi dhe thoni fjalën: ne zgjedhim jetën, ne zgjedhim dritën. Ne shqiptarët e pranojmë të kaluarën, ju nderojmë ju paraardhës që luftuat, që përjetuat varfërinë dhe u plagosët dhe kaluat gjithçka, por ne sot do të kthejmë energjinë mbrapsh
dhe të gjithë këto barat dhe jemi këtu të vendosur të mos burgosemi dhe mos plagosemi më, por të jetojmë jetën përpara dhe ndërmjet nesh do jetoni dhe ju, sepse ju jeni dhe jetoni mes nesh në ADN-n tonë. Dhe si përfundim të kësaj parashikimi të vitit 2026 të përgjithshëm për Shqipërinë, është se ky vit 2026 është një vit premtimesh, një vit është vit zgjimi, marrje përgjegjësi të çdo individi dhe të zgjimit dhe thjesht shqiptar dhe Shqipëri mos harroni se Shqipëria nuk ka nevojë të shpëtohet, por ka nevojë të kujtohet vetëm kush është. Dhe me këto fjalë ju kam treguar se Shqipëria është një vend shumë i bukur, shumë i fortë, që u lind me sakrifica, me varfëri, me përpjekje, por edhe ne shqiptarët po jemi bujar, jemi një popull me dritë të madhe, me mision të madh për tër Ballkanin dhe për tër botën. Prandaj kujtohu kush je, dhe kujtimi jot është duke bërë analizën e artës të shpirtit të përgjithshëm dhe nga viti në vit. Dhe tani një mesazh për popullin shqiptar. Ju që keni mbajtur shumë, që keni duruar në heshtje, që keni jetuar me frikë dhe mbijetesë, është koha të lëshoni barrën që nuk është më e juaja. Të parët tanë nuk duan dhimbjen tonë, ata duan që ne të jetojmë, sepse janë ADN-ja jonë e jetojnë mes nesh. Ju nuk jeni këtu për të vojtur, po për të ndërtuar me ndërgjegje. Lejoni drejtësinë të vi pa frikë, lejoni paratë të vinë pa turp, lejoni jetën të vi pa faj. Shqipëria shërohet kur shërojeni ju. Lejojeni veten të jeni të lirë. Dhe ju tashmë jeni gati të jeni të lirë, të pavarur, të gjithë së bashku dhe të jetojmë në lumturi. Në videon tjetër të tretë do dëgjoni nga muaj në muaj, sepse nuk mund të arrijmë në një video të tërë.